Të e pas parasysh që ju keni bo qmos në ato vite, po edhe dikush për fëmijët e tyne, sot nuk po bojnë. Sot do me thonë, u bo puro biznes. Kam bindjen që me 2 Rolexa në dorë edhe nuk njën, abdin se do shtë e në rritë në varfni, ku ta djun të unë, po ne, se tem tjetër, me rëndësi u koptu, Floren, qysh po kalën në Kosovë? One, mirë, shumë. Për mu Kosova, sidomos Mitrovica është vendlindja ime, one pushime, do më thonë, si më afronë ditë e pushimit... Nisë më mërzit. Jo, më këthy me nova. mërzit në gjdo ditë. Gjdo ditë unë e mërzit. Gjdo ditë. Ska 2-3, do shta do njerë habit në punë, në profesion. Qatë mungon për mas shumë ti përveç familjes? Sinqerisht po pës. Ma shumë ti mungon kjo jetë ajo e Kosovës, këto dalje të shoqnisë, një muhabet, të shnosh. Që për 10 minuta... Jo, jeta më falë, po unë jam... Këthejra në Gjermani, se ma unë nuk jam që thua një sodit. Unë e kom provu Gjermani edhe ma heret, kom qenë 99-2000,